Me 5 vjeç babi e vendosi si neve më na morë si fëmijë prej Kosovë për një jetë më të bukur në Zvicër, por zakonisht jeta nuk ishte aq e bukur. Na kemi jetu me një rrogë të vogël të babit, edhe babi u fokusoi kema shumë minimu vllavit në Kosovë. Dhe për atë kena pagu çmimin shumë të madh dhe kem vujt, nuk e kem pas jetën të bukur. Dhe një moment nuk më harrohet kur mësuesi më tha se a mundesh një hemin ndru këto tesha, se 6 muaj i ki njajta tesh. Ajo ka qenë një sen shumë i ranë për mu, edhe normal edhe për vetë besimin tim. Është për mu që ditë shqiptarët, sidomos generacionit babit tim, unë nuk e kuptojsha, por ata kanë zgjedhë këtë minimu vllavit, sepse ai vllavi në Kosovë dhe këtë e kanë bo, ju nuk e ka bo veç babi im, por e kanë bo gjithë shqiptarët. Do më thonë në generacionit babit tim, do më thonë fëmijët e vet i kanë nënës. Kur i kam pas 16 vjetë, kuptova se unë duhet tashti më fokusu në jetën time me gjetë një zanat. Ai nuk ishte qef edhe zanat m'ja nis, do më thonë, unë në frizer si ka pëlqy babës hiq, por unë jam konë gjithmonë një djalë, do më thonë, pak ma guximtar dhe e kam zgjedh atë rrugën time. Dhe i thosha gjithmonë nanës se çmosin do ta bajnë jetë, por nuk do të jetë si baba, se babën nuk e kam shumë guximtar. Do më thonë, gjithmonë u frigu ka jeta, nashta e ka dhe traumën prej luftës Kosovë, apo prej qysh i kena pas armiku në afër. Momenti më i vështirë në jetën tonë ka qenë kur nana ime ka pas ankth, dhe ka qenë një moment shumë i ranë për familjen tonë. Na nuk e kena njoft atë smuj, dhe s'dishmi qysh mu sjellë, dhe kuptum se na si familje nuk mujna mi ndihmu nanës, por nana gjithmonë ka qenë dhe fort, edhe është një gru se gjithmonë ka liftu, ka qenë një periud shumë e ranë për familjen tonë, dhe aty e kam kuptu se shka do më thonë, kur mundesh edhe me hup nanën, edhe aty u konë me të vërtet, u konë një moment shumë i vështirë, por unë e përgëzoj nanën teme shumë se ka dalë për qësoj krizës mas të madhe në jetë, shka kena pas familjerisht, faleminderit Zotit, nas kena pas, do më thonë, tjetër tragedije, s'kena pas tragedije ma të rana, por ajo ka qenë një periud shumë e ranë për familjen tonë. Momenti ma i bukur ka qenë kur më ka lindë qika, unë jam shumë i lidhë me fëmijë, me familjen time, i du shumë, dhe ai ka qenë momenti ma i bukur se ma ka kuptu edhe ma ka tregu se dhurata ma madhe janë nga Zoti, është definitiv fëmija, edhe kur e kam pas në krahë konë momenti ma i bukur i jetës time. Puna ime, qa që fokusu në punë, pak e kam lanë anësh familjen, jo do më thonë ka puna financiare ose në sen tjetër, po ka puna do më thonë si kam kushtu kohë. Grune kam njoftu në Davos në skijem, edhe me ka pëlqy me një herë, edhe unë e besoj, si e thashë parzit, se Zoti pi bashkoj këtë 2 njerëz, kur përdojki me qëta 2 njerëz, du më thonë për me pas edhe fëmijë, a shumë humane, a shumë e një orë në Zvicër, se kanë ndihmu shumë njerëz, ata din në Zvicër, u zjedh për atë pjesë, u zjedh një për i humaniste më të mirat në kanton aty ku jetoj unë, a shumë humane, unë e kënjena jam ma pak problematik gaj, por dy qysh energjia na ka bashku, na ka falë Zotit 3 fëmijë, si drita dhe pra atë jam falemnderos, është pjesë e jetës time dhe besoj se do të jetoj me ta tena në fund jetës time. Të fëmijët jam shumë emocionalisht i lidh, nuk e di nashta o mirë, nashta jo, po gruaja është ma strikt si unë. Në të vërtet, Nisen e kam kuptu edhe ju falemnderoj nga zemra. Pavarësisht çka del këtu në Big Brother. A fitoja, s'fitoja dal nesër. Seri ma të mirë çka kam kuptu është se a vlen shmo familje. Unë besoj shumë
në energji edhe besoj shumë se senet nuk ndodhin hajt, por kjo një farshenjë është edhe nga Zoti se e kam rigru aq të mirë, aq njeri, edhe nashta do sene nuk e kam vlerësu që e meriton dhe për atë ju falenderoj se seriozisht e kam kuptu se sa e vlefshme o familja dhe sa e shejt është familja, sidomos kur nuk i ki ofër, nuk i ki kontroll dhe për atë ju falenderoj s'di që kam ju thonë, u konë seni maj mirë që kam ka ndodhë po, këtu në Big Brother. Për me kuptu edhe një herë se shka do me thonë me ti falë Zotit 30.000 e qëfar dhuratën nga Zotit është mi pas 30.000 qënoshën një familje qënoshë po. Arritja ma madhja jetës time është 100% se Met Gala, do me thonë Met Gala ma ka ndryshu komplet jetën 2019. Një këshill kam qef mja thonë shqiptarve, done vetën piturit, është në proces shumë i ranë, por edhe këta dhe shkenca vërtetën, se është një proces shumë i ranë, por në fund ditët ka më dhonë shumë lëmtërime me jetu ma shumë në momentin tash sa në mendime. I kisha thonë, ma shumë më fokusu sene që ka të punë vlerë, sa më fokusu sene që ka bëjnë poterë.